Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Tensioni i lartë i gjakut është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore në botë, por paradoksi është se shumë njerëz jetojnë me të për vite të tëra pa e ditur. Për këtë arsye, tensioni i lartë shpesh quhet edhe vrasës i heshtur, sepse mund të dëmtojë gradualisht zemrën, enët e gjakut, veshkat dhe trurin, pa shkaktuar simptoma të dukshme. Megjithatë, ka raste kur njerëzit matin tensionin dhe shohin se vlerat janë më të larta se normalja. Në ato momente lind pyetja: çfarë duhet të bëjmë, a ka ndonjë mënyrë natyrale që mund të ndihmojë dhe kur duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore. Në këtë video do të shpjegojmë çfarë është tensioni i lartë, cilat janë shkaqet më të zakonshme, çfarë mund të bëni në shtëpi për të ndihmuar në uljen e tij dhe cilat gabime duhen shmangur. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Çfarë është tensioni i lartë i gjakut? Para së gjithashtë, është e rëndësishme të kuptojmë se tensioni i gjakut nuk është thjesht një numër. Ai përfaqëson forcën me të cilën gjaku ushtron presion mbi muret e arterieve. Kur ky presion qëndron i lartë për një kohë të gjatë, zemra duhet të punojë më fort dhe rreziku për sëmundje kardiovaskulare rritet ngjeshëm. Hapi i parë, qëndroni të qetë. Një nga gjërat e para që duhet të bëni nëse vini re rritje të tensionit është të qëndroni të qetë. Shumë njerëz friksohen sapo shohin një numër më të lartë në aparat, por ankthi dhe paniku mund të arrisin edhe më shumë tensionin. Uluni në një vend të qetë, merrni frymë ngadalë dhe prisni disa minuta para se ta matni përsëri. Frymarrja kontrolluar. Një metodë e thjeshtë që mund të ndihmojë është frymarrja kontrolluar. Kur marrim frymë ngadalë dhe thellë, sistemi nervor relaksohet dhe kjo mund të ndikojë pozitivisht në tensionin e gjakut. Provoni të merrni frymë ngadalë përmes hundës për disa sekonda dhe më pas nxjerrni ajrin gradualisht. Vetëm disa minuta relaksim mund të bëjnë diferencën. Roli i kripës në tensionin e lartë. Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm është kripa. Shumë njerëz konsumojnë më tepër krip se sa ka nevojë, shpesh pa kuptuar. Problemi nuk është vetëm kripa që shtojmë në ushqim, por edhe ajo që gjendet në produktet e përpunuara, sallamet, ushqimet e gatshme, patatinat dhe shumë produkte të tjera të përditshme. Ulja konsumit të kripës është një nga hapat më të rëndësishëm që mund të ndërmarrë një person me tension të lartë. Ushqimet që mund të ndihmojnë. Paqë e rëndësishme është edhe konsumimi i ushqimeve të pasura me kalium. Kaliumi ndihmon organizmin të balancojë efektet e natriumit dhe luan një rol të rëndësishëm në kontrollin e tensionit të gjakut. Frutat dhe perimet e freskëta janë një mënyrë e shkëlqyer për të marrë kalium në mënyrë natyrale dhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Aktiviteti fizik dhe zemra. Aktiviteti fizik është një tjetër armë shumë e fuqishme kundër tensionit të lartë. Nuk është e nevojshme të kaloni orë të tëra në palestër. Edhe një ecje e shpejtë çdo ditë mund të ndihmojë zemrën të punojë më me efikasitet dhe të kontribuojë në uljen graduale të tensionit. Njerëzit që lëvizin rregullisht kanë tendencë të kenë vlera më të mira të tensionit krahasuar me ata që bëjnë një jetë sedentare. Ndikimi i stresit. Një faktor që shpesh nuk vlerësohet është stresi kronik. Kur jemi vazhdimisht në presion, organizmi prodhon hormone që mund të ndikojnë në rritjen e tensionit të gjakut. Për këtë arsye, aktivitetet që ndihmojnë relaksimin, si ecja në natyrë, meditimi, leximi ose kalimi i kohës me familjen dhe miqt, mund të ketë një ndikim pozitiv jo vetëm në mendje, por edhe në sistemin kardiovaskular. Rëndësia e gjumit. Gjumi është po ashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm. Mungesa e gjumit ose gjumi i dobët mund të ndikojë negativisht në tensionin e gjakut. Shumë studime kanë treguar se njerëzit që flen rregullisht dhe mjaftueshëm kanë më pak gjasa të zhvillojnë probleme me hipertensionin. Është gjithashtu e rëndësishme të theksojmë se nëse mjeku ju ka përshkruar ilaqe për tensionin, nuk duhet i ndërpresni ato pa u konsultuar me të. Mënyrat natyrale mund të ndihmojnë si pjesë e një stili të shëndetshëm jetese, por ato nuk zëvendësojnë trajtimin e rekomanduar nga profesionistët e shëndetit. Kur duhet të kërkoni ndihmë urgjente? Nëse tensioni është shumë i lartë dhe shoqërohet me simptoma si dhimbje e porgjoksi,
vështirësi në frymarrje, dobësi e papritur në një anë të trupit, çrregullime të folurit, konfuzion ose probleme serioze me shikimin, duhet të kërkohet menjëherë ndihmë mjekësore, sepse këto mund të jenë shenja të një emergjence. Si përfundim, tensioni i lartë është një problem serioz, por në shumë raste mund të kontrollohet me kombinimin e duhur të kujdesit mjekësor dhe zakoneve të shëndetshme. Të ushqeheni mirë, të kufizoni kripën, të lëvizni më shumë, të flini mjaftueshëm dhe të menaxhoni stresin janë disa nga hapat më të rëndësishëm që mund të ndërmerrni për të mbrojtur zemrën tuaj. Kaq për këtë video, faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.